Ndoqëm pra së bashku edhe udhëtimin ton për në Berlin të Gjermanisë, po shpresoj që ju ka pëlqyer dhe keni mësuar diçka më shumë rreth ushqimeve atje. Tash është koha që t'i ftoj në studio dy super kuzhinier. Do e ftoj këtu në studio Bujar Berin, i cili është gjithashtu edhe pronari i restorantit Trattoria Portofino, të cilin e kemi vizituar në Berlin, por gjithashtu edhe shefin e kuzhinës së Nojës. Pra, Fejzi Zejnullahu do t'jetë këtu me mua në studio. I mirë presë këtu në studio. Mirë se ardhët. Mirë se jo gjetëm. Fakt knajtësie, Bujar, faleminderit shumë që kjo ardhire nga Gjermania këtu. Është knajtësi vërtet e madhe me të pajs. Fejzi, faleminderit shumë që jete. Ju ftoj në përvendet e juaja, po shpresoj që keni kalu mirë në kësaj dite. Edhe pra shikues dashur, pas gjithë këtyre muajve të cilet e kemi pasur në pasion e profesion, muajin zvicran, muajin italian, muajin gjerman, do e kemi edhe një muaj tjetër cili nuk po ja u zbuloj, është hera e vetme që do flas pra Shqip në studio. Sepse kemi pas edhe kuzhinierë të ftuar të tjetër të cilët nuk kanë mundur të flasin Shqip për shkak se kanë qenë nga ato vende të cilat i përmenda. Kështu që sot do e kemi veç Shqip, në muajin gjerman. Unë së foli gjermanisht, tjetër gjusë di veç Shqip. Bujar, si kalove? Mirë, faleminderit. Qysh po trajton Prishtina? Prishtina si më konë Kaçanik. E kështu që unë e gëzona... A përrin ma shumë Kaçanik a Prishtin? Kaçanik ma shumë, normal. Veç për me dalë në Prishtin? Për me dalën, te në do mëjtë të rrimin Kaçanik, mas do mëjtë dhe dalëmi në Prishtin. Kështu që i përjetojnë të dyjat. Po ju si po kaloni? Shumë mirë, faleminderit shumë për ftesën. Nëse sa Noja vlerësojmë shumë ftesën e juaj, edhe besoj që keni me pa këtë epizod shumë inovacione të reja që jemi të sjellë në menun tonë të re. Kemi një dy receta pak më të veçanta për me bërë reklamim më të mirë për menun tonë. Besoj që kam ju pëlqyer. Është vërtet kënaqësi me pa dhe çka keni me përgatitur sot, po ju pyes unë edhe pak më vonë, por së pari po ju ftoj në vendet e juaja. Faleminderit shumë. Bujar, ti po më duket që të Unë e kam njerë sa për mja fënisë që tu, tam se du të me dalë atje, nëse ati o të vlu vala. Të që jam t'ja njës njerë vetëm këtu, në? Është vërtet kënaqësi pra e madhe, apo na tregon se çka është kjo? Kjo është një djath, një grana padana, i thonë. Djath është parmezane, i cili ka prej 6 mujve, 12 mujve, 24 mujve e matutje. Është diçka shumë e shmushme, por këta i kemi përmujë si kjo është si gjysë rrote, se ne i thëmë një rrotë parmezan, është komplet, kjo është vetëm gjysa e parmezanit, që është e përme këtu në Kosovë. Kështu që... Pra, këtë nga ka sjellë Bujari nga Gjermania. Si fillim, kjo është një ushqim për shembull që kanë buen nonat italiane, prej atyve se tanë ditën vetëm kanë zej pastat, se u konë fukaralli katera, edhe atje. Recetën a na tregove? Receta ka më konë një pasta me tartufo. Sa interesant, nuk e dija ju ka rajtë shikuesve me pa kështu dhe ku përgatit parmezani apo jo, po besoj që kur vinë Berlin munden me pa në Trattoria Portofino. Do që unë e përgatitën e bona, tash po shkoj të pasta. Fejs? Po, atër na... Qka kime përgatiti sot? Nesër restoran njifemi ma shumë për kuzhinën aziatike, edhe me menun tonë të rejkë kena mundu me bo pak një farmiksimi gjysë aziatike dhe pak mesdhetare. Sot për fillim kena me nisë me një pjatë gyoza e ka jemni. Fillimet e veta i ka në Kinë, që u qutë gjaozi, po gjatë pushtimit Kinës që ka po një Japoni, ushtarët japonezë kanë vjellë si recetë dhe e ka vendosë me lojnë emnin gyoza, që është pak ma ndryshme. Originalja kësaj është me mish deri, por nësi popull që nuk hajnë mish në derit shumë, nga këna vendosë me po një farmiksi me levrek edhe karkalec. Mezi po pres me pa, po produktet nuk i keni qëto. Bujar, edhe ti mundesh me marrë shportën, me marrë produktet tek ETC-ja, sepse si që e din të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion, ne të gjitha produktet i marrim në ETC. Por gjithashtu edhe ju shikues dashur, të gjitha produktet për shtëpit e juaja mundeni me i gjetë në ETC me çmime shumë të volitshme. A duhet me ju ndihmu diçka? Jo, faleminderit. Ti veç të kasa në një mënë. Bo, të pagesa ju një majone. E shikues dashur, për dirisa Bujari dhe Fejza po marrin produktet tek ETC-ja, ne po shkëputemi për një blok të marketingut, përqëndroni me ne, sepse do kthehemi vetëm pas pak në studio.
Ne u kthyem pas blokut të marketingut e Bujari bashkë me Fejzën janë gati për me fillu gjithçka. Bujar, po të pyes edhe pak për Kosovën. Kemi qenë në Berlin, nga ka pëlqyer shumë sidomos pritja që e keni bo Trattoria Portofino. Ushqimi ka qenë fantastik, kështu që i ftoj të gjithë shikuesit cilët udhtojnë për në Berlin, gjithsesi me shku tek Bujari, sepse Trattoria Portofino për një me e ka ushqimin shumë të shishëm, por gjithashtu pritja është fantastike. Për këtë e falenderojmë shumë Bujarin që na ka prit aq mirë atje. Por gjithashtu edhe që ka ardhur në Kosovë. Na thema herët që në Kaçanikrin ma shumë, Prishtinë veç kur ki me dalë. Po, kam shoqëni, kam rrethin në Prishtinë. Po, Prishtina është një vend për shembull që kam rrethin e kam shumë shoqëni këtu unë, po aty ku është vetë Lindja, tre zemra më shumë. Kështu që gjithsesi në të dy vendet. Normalisht. Ku do në Kosovë kur të shkoj, unë nina mirë, për shembull, nina si në Kaçanik. Se mbas shoqënisë, mbas rrethit që kemi, nuk baj dallim për shembull pse më mirë në Kaçanik apo në vend Lindja është më ndryshe, vend Lindja është më ndryshe. Po, gjatë kohës sa ishim në Berlin, kemi biseduar edhe rreth restorantit, fillimet e tua, si kanë qenë dhe gjithçka. Po besoj që ndoshta dikuj për shikuesve ju ka ika historit cilën mundën me ndjek edhe në YouTube, në kanalin tonë zyrtar, por ndoshta pak me fjalë shkurta na tregu edhe këtu në studio. Ai, shka më të kallëzuar, kur kum shkuar herën e parë për shembull prej Kaçanikut në Berlin, atë nuk e kum ditë as shka spaghetti. Po kështu fatin e kum pas që kum punu me një restorant shumë të mirë italian, po ja kum nisë me la sahona na thonë në Kaçanik. Diçka që për shembull ju përkushtohesh një punës, edhe diçka që e don me zemër, suksesin e kije garantuar. Unë këtë bindje kam se vetë kum provuar, kështu që ja kum nisën me la pjata, sahona si thonë në Kaçanik, tam se kum dalën step to step, shkallë mas shkallëve, të më rritë deri në kuzhinë. Edhe e ki bu vendimin e duhur. Faleminderit. Fejz, a i mori gjitha Këna marrë gjitha. gjanajt. Tash me çka kemi fillu? Këtu e këna levrekun, këna kërkalec, speca çili, qepe re, lakër, gjingjer, i kena dhe një marinim që i ka 2 llojet të verave japoneze, mirini dhe sake. Mirini është një verë që është pirrushit, që është pak e omël, kur sake është verë e orizit. Këtu e kena dhe një marinim tjetër që është me soja, portokall, lajm edhe pak mirini. Po sa e në vështira me u përgatitur këto ushqimet? Ushqimet aziatike janë pak më problem, se nuk i kena fort traditna si popull më bo. Po për kushtimin dhe e saj është shumë kur e ki për kushtimin shumë të madh, besoj që është shumë e thjeshtë për mi përgatit. Shembull kjo pjatë që na të bëna tash sot, kjo është e rujtme pi Michelin Guidës. Është domosdoshmë top 5 produkte që është e rujtme si pi traditës, që ka marrë prej shekujve e njëjta dhe nuk ka ndryshime në to. Përveç ndryshimit që mund më konë mbushja e brendshme, shembull kjo mund më përdor në zjerje, në pjekje, në skuqje, fritur. Na sot na bën një pan fried që i bie në tigan. Besoj kam ju pëlqyer dhe juve. Mezi po pres me provu. E shikues dashur, mos harroj t'ju tregoj diçka. Kemi paketimin më të ri të Vegetës. Pra, është paketimi i ri, por që shija është gjithmonë e njëjta. Do të thotë kjo është paketimi i vjetër, mos e ngatroni, kur shkoni me ble e merrni çto. Nuk është fallc, është Vegeta nga Podravka, shija është absolutisht e njëjtë. Pra ato që e përdorin gjithmonë në shtëpitë tona, veç është ky tash me paketim më të ri. Por gjithashtu e kemi edhe një produkt të ri nga Podravka, është pasata, cilën mundeni me e gjetë dhe me përgatit pasta apo çfarë do ushqimi tjetër me këtë salcë domatesh. E unë po e shkoj prap të Bujari, po e shkoj nëse ka nevoj me ndihmu diçka. Për momentin, jo, po gjithsesi sot e kemi një pasta me tartufo. Me tartufo, okej. Bujar, a mundesh me më tregu pak se ti ke punu edhe në Kosovë pak? Vjen vazhdimisht, kështu ki qef me punu pak edhe këto. Apo na tregon se sa ka fillu me u përdor tartufi në Kosovë? Tartufi si tartufo fresh për shembull, sikur që është kjo ne, ka shumë pak, thuja se shumë pak, edhe thuja se gati hiç, po gjithmonë është një pasta tartufo, është një pasteta. Pasteta tartufo është kjo për shembull që e kemi këtu ne, e gjithmonë këtu ne shumicën e përdorin me pasteta tartufo. Është e vështirë për shembull kjo se është shumë e shtrenjtë, është një produkt shumë i shtrenjtë,
po qëndrueshmëria është shumë e vogël. Kjo është një lloj kopurdhe, e cila arritet në tokë. Kjo përpara e kanë gjetën me derra, po përpara nëpër Itali, tash kur i kanë gjetën derri, këta e ka hongër. E tash ja kanë filluar në kohën e fundit me gjetën me qenë, që qeni nuk e hanë tartufën, kështu që kanë filluar edhe në Shqipëri tash me kërku tartufën, por edhe në prevall. Kështu që inshallah dita ditës edhe këto ne e përdorim. Vazhdon me u përdorur më shpesh. Është produkt i shtrenjtë. Për shembull, 1 kilo tartufë që aty varet 3500 euro kushton. Varet se çfarë tartufë është, po. Po besoj që në Gjermani përdoret shumë shpesh. Në Gjermani përdoret shumë shpesh. Ka kërkesë shumë për me u konsumua, po jo. Po kjo është shumë e mirë, ose ka diku në shtëpi ose diçka e ka, tartufi që më shumë ti qëndron, për shembull, është me majtën shtert me një letër, kartë, po me majtën me një noris. Se orizi ngrin lagështinë edhe nuk e lek tartufin më prish. Shikoj dashur, më bani këto detaje, shkruani dikon. Si me ruaj tartufin. Edhe Feza ka fillu me punën. Sa është vështirë me mësu me përgatit ushqim aziatik? Është e vështirë se ushqimi aziatik është një sen që duhet më bo në moment. Nuk mund me pas shumë përgatitje përparshme, se shembull çdo sen është i llogarit me më bo fresh. Tash nëse ti e ki për kushtimin edhe i rri gati çdo seni, që mos më të prish, mos më të dëmtu, e ki shumë të lehtë për me mësu me punu me senë aziatike. Këtu e këna një levrek që e këna drajegj. Drajegj është një frigorifer që stazionon, do më thonë, mishin, që ajeq lagështinë e keqe dhe i rrit më shumë qëndrueshmëri. Shembull, drajegji është një që merret me kryp Himalaje. Vendos bllokun e krypës Himalaje poshtë frigoriferit drajegj, e ka temperaturën e vet, e ka lagështinë e vet, ajrosjen e vet. Dhe shembull ki mund me nejt një javë, 2 javë në drajegj e me vesh mja përforcu shia. Ja jesh langjet e këqia dhe mon automatikisht që i ka brenda trupit edhe shtohet përforcohet shia e mbrendshme. Po sa ko ka që ke fillu ti me u marrë me kuzhinë? Me kuzhinë kam paraparsisht gënë 7 vite. Kena pas edhe eksperiencë jashtë shtetit, shembull, kena punu në Gjermani, kena punu pak, kena kthy këtu, kena punu në Shqipëri. Kam pas një 4 vjeçar në Shqipëri, kam kryer shkollën kulinarisë atje. Tash një vit e gjys jam vendos më kthy në Prishtinë. Dhe je shef kuzhinë? Po, tani na vendos te noja. Në të bëni një rritje të menus goxha të madhe, do më prej 45 pjata, në atë shku duhen 90 pjata, 95. Në të bëni ndryshim bajegit madhe, bajegit të mirë për neve. Noja prej hapjes vetë të kun në artën e gastronomisë shumë lartë, po tash në të vendos si një vend që është noja, gjithmonë lyp më të mirën e mundshme. Na në gjithmonë rritje, marrje profesionistave, rritje të klientelës, rritje të stafit profesional. E në të dashme me nxjerrë më të mirën të mundshme edhe me lënë nojën në vendin ku i takon Prishtinë, artën e vetë më të mirë. Po. E shikues dashur, po e sheni, s'kam fjalën e mo, qa kemi me provu sot, është vërtet fantastike këtu në studion e Pasion e Profesion, po i kam edhe qëto disa që pas kellon që sport. O, problem. Këtëra kam e shku në krami mu, në produktet e ETC-a, e kështu që... Kemi pra edhe Verën Bela. Qa për nga të regojnë për këto, bujar? Po, ndikun njëri kur qëndron me emrin e vetë, ose du të më kone e mirë, ose nuk ka arsjetim tjetër. Është një verë që prodhohet në Sicili, Sirakuza. Ja ka nisën para 7 vite, si najgare, po falë Zotit që sot do po trend, ka 2 llojt rrushit, e ka Nero d'Avolon edhe Syrah, kështu që Nero d'Avolon është diçka më e fortë, e Syrah është më e butë, e ka bënë një kombinim. Ne i kemi provu, është vërtet shumë e mirë. Jo që po thot bujari se pak po e livdon vetë. Po është vërtet shumë e mirë. Mos kafsh për vjeti si për kërkan, kështu që... E sa mirë pra ju pas këtu në studio. Shumë me rëndësi është, për shembull që mos me lënë mu djegën gjalpën.
A keni nevoj për diçka për ndim? Po, Arjan, ma ki mund si biberin ma prume? Po, qështu të produktet e Podravkës, qa? Biberin nga Podravka. Jam mirë një as tyje. E kështu që gjithmonë e këshyrë se cëllëson, se pja fuzmi ka... Jo, mirë, ta hapa unë e mirë. Qe? Po e do këto. Bujarë, si po të shkojnë? Mirë është, kështu në të zije, kështu në që jemi shtash mirë për momentin. Kjo është pak zvaj. Okej. Tartufë. Edhe kështu që unë jam gati tash. Arome mirë, po vjen... Tash me bojë me qitën për me bo pastat. Sa i vinë veç 2-3 minuta, tesat... Shumë kisha dasht me mujt, me pas opcion, me ja dërgu kështu aromen shikuesve në shtëpit e tëre prej studios. Ate premën është një pas shumë e tjerë që bot, por vetëm se du të me pasën për shemën që mës me djek gjalpën. Okej. A vëtën? Edhe gjithë mund kjo bot ma shumë ti me ujë. Mës me pasën atë. Na i botëm gati këtë sosin që shtoni ka jo. Edhe, pa, da se ku ka be. Njerë ja qezmi pak e startufo tauzen, njerë vetëm për fillim, sa për që mu zije. Okej. Qak në cije ma edhe me pa kështu tu përgadit, edhe pse kemi pas rastin edhe në Berlin me pa përgaditjen nga bujari. Pastat ishtimi tash mas në fundi, edhe kemi sosin gati tash për... Kur e përmende pastat, mos haroj t'ju tregoj shikues dashur që pastat të cilat po i përdor bujari në këtë recet janë nga P&K. Sepse ne gjithmonë marrim pasta vetëm nga P&K. Kështu që... Bujar, për cili është ushqimi që ti ki qef mas shumë ti me përgajtit? Edhe sa ere që merë porosin në restaurant, knaqësh? Knaqësh, unë këta që e baj me tartufo, këta e baj me knaqësi, une. Se arsyeja është për shembull se ja baj direkt musafirit, para syve. Edhe është të restoranti jonë, është shumë i njohur, po me këta bëmi nuk bëmi veç pasta tartufën djatë, po kemi shumë lloj sozeve. Mundesh me bën edhe një arabijata mundesh me bën për shembull. Kështu që nuk është... Po besoj që ki shumë shqiptar që vinë dhe të vizitojnë në restorant, apo jo? Po, kemi shqiptar shumë, falë zotit që vinë, po mas shumë të meqë që shtone për shembull, ose të venë kryeministri, presidentja, e kështu që jemi... Pra kushdo që vjen në Trattoria Portofino, mundet me rastis edhe presidentin aty, apo? Po, venë presidentin e kemi, po pa më parasysh, kemi gjithmonë që janë konë, Valkon Thaçi, konë për shembull Albin Kurti, Vjosa Osmani, e për shembull prej këtë këtynve që i kanë ardhën edhe e kanë shijue pastën. Mezi po pres. Unë beta të thonë mezi po pres me provu, në fund mezi po pres me provu, në fund po për një meq ashtu është, kur po e shoj qka po përgatisin. Të rana këto e kena mbushjen e gjozave kena po gati, kena po një farë miksimit, po e si formë brumi dhe me thonë. Këtu i kena petat që janë speciale të gjozave. Këto dhe me thonë bërë me miell gruje, kanë pak ujë edhe pak krip. është problemi që duhet me dalë që ka shtë mon. Më konë shumë të holla delikate, edhe thonë shumë shpejt. Kretë sekreti i kësaj është të mbushja të mbyllja. Është që tregoj se si bëhet të mbyllja, ma. Ta është. Bujari duke na bo spektakl këtu në Pasion e Profesion pra. Ka njerë duhet. Kur s'pëson shkollë, do shmi ngra punës. Do të thotë Bujar, ti këtë përgatitje e bën shumë shpesh në restorant. Po, këta e bajone, bojnë punëtorët atje që e kanë morën e kanë mësue, edhe që
bëhet me shumë kënaqësi atje dhe është shumë e preferuar tëmë. Edhe kjo është një ndër specialitetet cilat e bën më të veçantë ndoshta edhe restorantin apo jo? Po, është specialitet që e bën jo restoranti, por shumë se është diçka që ato gjermanët e quajnë tartufën si delikatesë. Unë dhe mysafiri në fund kemi me shiju pra këtë pastat mrekullueshme. Tam se i vend për fund, i vend edhe tartufë. Nëse në restorant i qajsmi pagës ma pagës, po sonte masi i kemi ti me musafirin i të prevue. Asami. Thash edhe aroma, po edhe po duket shumë e shishme, po unë edhe kom provu, kështu që edhe tash me provu, është vërtet kënaqësi e madhe, se është shumë e shishme. Bujari vetë se përfundoj edhe pjatën e ti, po është edhe fejzën, para se të shkëputemi për një blok të marketingut, që se a ka nevoj diçka? Jo, jina këtë në rregull, dhe këna vendos gjozat e mushme në tigan, pak vaj. Ju presim se na marrin një skuqe i karamelizim të poshtëm, në një ngjyrë bukurarit. Pastaj shumë pak ujë dhe i lojmë me zi për dikon 3-4 minuta. Okej, pra na po e presim zirjen, po shkëputemi për një blok të marketingut edhe rikthehemi me njëherë bashkë këtu, po besoj që deri atëherë është përfundohet. Shikoj zashur, u rikëthujem pas blokut të dytë të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion. Fejza e ka përfundu pjatën e ti për gjithashtu edhe bujari. E unë tash po shkoj tek pjesa e Premium Bakery, sepse atje po mpret jo vetëm disa bukë shumë të shishme, shumë të mira dhe disa kiflet mira, por Blerim Canaj. Blerim, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Ku ka më mirë se me arë me hongër, kështu që... Normalisht, edhe ti ke provu shumë ushqime ndryshme në për Gjermani, Austri. Po. Në për restorani ndryshme, po pëse edhe të bujari. Edhe të bujari po se po, se në Gjermani kom nejtë një ko, po a diçka është interesante kuzhinjerët, që kur të provojsh, e din se sa e ka dash që atë punë kuzhinjeri. Me thonë, sa ma me qef që e ka bo, ma e shesh me den. Edhe ta këshyrën cili e ka bo ma me qef të ashtë. Po besoj që të kam bu shumë me qef. Blerim, na të regove pak që ki jetu në Gjermani, e dim, po besoj edhe gjithë shikuesit besoj që të njojnë, nuk po të prezentoj kështu ma shumë. Ki kalu një periudhë atje, po qështë ka prit bujari kër ke shku në restaurantin e ti? Po du me ditë, për pjesë. A i pret gjithë njëtë që bujari që shi pret krejtë shqiptar. Që shi pret krejtë shqiptar. Veç është një problem. Ata ka zojnë një rast interesant që e kumë pasë në restorant ti. Po, me shumë qef. Shkoj jone, po ta shku në mision atëherë në fillim, dhe e marrë një diplomat tjetër, edhe porosetum në regull bujari s'ka qenë atë. Do të thot ishte para se me njovë bujarin. Erdë kamarjeri, po porosisim gjermanisht, prap, po paguj, po ndërkohën e flasë në telefon. Shqip. Shqip. Edhe vjen kamarjeri më thot, më falla shqiptarja, i thash po, tha, a bon me ti këthuj paret, se asi, po jam jo pse na e paguaj, të më hangrëm. Jo po thamë qëtë shefi prej punës, po që ta din që është shqiptar, edhe që ato e mora veç që shqiptarë s'paguajnë dhe kështu që në regullë. E vërtet, të bujari kush dhe që shkaj? Dhe që ishte një problem, që pas taj të ndikepojke, apo dhe nëse qysh me shku. Po, nuk... Zdja bënë mirë që e tregum këto ajo, kushtë që shkon shqiptar që është e bujari nuk pakun.
S'po d'ja bënë mirë, mos të puna vërtet bujar. Na kish bërtit mos me pas tregu, nështë. E ka një mirë që është shumë modest, kështu që na falë nëse i pengan, apo dhe që e tregojmë, po kjo më ka në gja mu në atë restoran, masa nej të nej edhe u bënë meq, për shkak se gjitha takimet që i kishim, gjdo sen, gastronomia të nej, ato e kumë vrejt edhe rëndësin, për shkak se kur jenë në restoran, krijan kontakte, edhe shpesh herë ka ndodhë, për shembull, mendoj ministria, që ka po dione, ku na e kishëm atë vështirë që asje në thërë shumë bujarin, dhe i thaj shumë a e një dikon. Edhe na e gjoj keni lidhje dikon që pas taj u fot shumë atje. E bujari shumë zemër gjerë, ju ndihmon gjithve. Po, te aje kum pa dhe rëndësinë e gastronomisë, të më drejtën. Jo veç ato e kum vrejt që, e se edhe ma heret, po ato e kum vrejt sa është rëndësishme kur e ke tondin, ashtu të thëmë, të shtetit tonë, një person që e ka një emën dhe është gastronom i mirë, për shkak se kuzhina është artë, para se gjithash. Edhe kuzhina e mirë e tregon që mbra pasaj e ka një artist mirë të asaj punëve. E natyrisht që artin gjithë kush e do, e pasaqërisht kur ka të bëj me ushqim. Apo i presim tash, apo i ftojmë bujarin bashkë me Fejzën? Te e vendosat. Po i thrasim. Unë mezi po presmi. Bujar dhe Fejza mundeni me ardhë me pjajtat e juaja. Se unë e vlerimi mezi po presim me i provu, se kjo po më duke do të me eloni ma të kështu, Ariana mezi po pret me i provu ushqimet. Ariana, unë për martë Fejzës, pari. Okej, u bo. I bo fëmë. Faleminderit shumë. A mundeni me na tregu Fejzë dhe bujar, përgajti bujar mundesh me ardhë këtu? Ka problem. Do shta po fillojmë me Fejzën, a? Fejza me na tregu pak për pjatën e ti, si ka ardhë deri tek përfundimi i kësaj pjate. E paka shumë ja tregohë me fillim. Atëherë, këtu kena një fish gyoza, që është pjatë japoneze, cila bëhet me levrek, karkalet, ginger, lakër e bardhë edhe qepë e re. Atëherë, sekreti i gjozës gjithmonë qëndron te mbyllja e saj, që do të më konë gjithmonë palë edhe më konë në mënyrë simetrike. Skuqmi dhe sa të bëhet në pjesë si gold. Edhe nëse të marrë pjesa portit me marrë pjesë krispe, dhe më thonë, përse pjesa lartë më kone butë. Edhe që ju boftë mirë. Faleminderit shumë. Bujar? Kjo është një pasta. A si të regon krejtë sekretët të? Ja, këti këmë të regu e gati, thyja se të kjo është një pjastë shumë e thjeshtë, po është një pjatë për shema që është me produkte shtrejta, ose dush me bo perfekt, ose je për shema është gjithmonë shkon hoqë puna që e banë. është një pasta tartufo, këto i bëmi me sosën e tartufës, po pa opla, pa kur gjo dishka tjetër. është vetëm sos tartufë, për shema që e banë, edhe parmezan djafë. Parmezani për shema e ka atë vetëm për mbas flakës, që e bëmi me flakë, aje nuk bëhet për shok, po në atë moment bëhet shkrirja e djaftit. E a mundet mu bo pa atë pjesën me flakë? Po, mundet më bo pa atjet, po nuk mundet me qenë atë që nëzet pasta, që me shkrinjë parmezanin e freskët direkt. E kjo, në atë konë që shkrinjët parmezani, e merë pasta mrena. E për që të arsye bëhet me flakë. Sa mirë me i diso detaje, nështë na duhen aja e blerem. Nashta. Atë botën e parmezani nuk e di ku e gjejmë, nështë na bjen bujari prej Gjermanisë, po... problem. A dini që kam ka pas bë për shtypje në kuzhinën e ti. Mëlmesa, disa iman, veç 2. Krepe dhe biber. Apo i provojmë tash na. I do bof mirë, a? Bof mirë. Faleminderit. Shumë e shëshmem. Provoja. Fejz nuk na prunë shkëpit. Në gjdo variant jam. E, kam arru me marë chopstickat. Ska lide se bën edhe kështu. Kam arru madhë. Shumë të shëshmem. Shumë të shëshmem. Ju lumë shindurët. Hajde shumë që ishtë pjesë e emisionit. Faleminderit për ftesën. Blerim?
Ju kisha propozu diçka. Hajde, o no. Se s'pe hapni një restoran bashkë, kështu, në Prishtinë. Ose ti ke Gjermane, Me kombinu pak. Me kombinu pak se... Po tam se përlami kush po bëhet shef i kuzhinës. Më mirë. Po ju mos u përlani, po. Vendosim unë edhe blerimi, kush bëhet shef. Atë kush pra thani më po shef i kuzhinës. Është të dytë. A diçka, na bëmi shefat, e ju bëni shefat e kuzhinës të E, dy. ashtu më banë. Po e lojmë që Po do shumë. të qështu. Dirim faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasion e Profesion, ishte vërtet kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë gjithashtu Fejs dhe Bujar. Kënaqësi e madhe, mi u pas edhe për javët e tjera në Pasion e Profesion. E shikues dashur, tash është koha e recetës së artës, pra është koha për diçka të ëmbël. Ne ndjekim bashkë dhe rikthehemi përsëri në studio.